E rënë në Itali, babai arrestohet pasi përdhunoi për vite me radhë vajzën e tij dhe la shtatzan. Policia italiane arrestoi një burr që jetonte në provincën e Brescias me akuzën e abuzimit seksual ndaj vajzës së tij të mitur, e cila dyshohet se mbeti shtatzan si pasojë e abuzimit. Arrestimi u krye nga policia lombardis në përputhje me një urdhër paraburgimi të lëshuar nga prokuroria. Incidenti doli në pa pasi fëmia u dërgua në urgjencë nga nëna e saj për dhimbje të fortë barku. Testet mjekësore konfirmuan shtatzanin duke nxitur raportime dhe nisjen e një hetimi, shkruajnë mediat italiane. Sipas hetuesve, fëmia ishte abuzuar për vite me radhë nga babai i saj, i cili dyshohet se shfrytëzoi pozicionin e tij brenda familjes. Babai ishte dërguar menjëherë në burg, ndërsa hetimi vazhdon për më shumë prova.